Shkolla është një nga shtyllat më të rëndësishme të shoqërisë sonë. Është vendi ku fëmijët dhe të rinjt kalojnë një pjesë të madhe të ditës, ku mësojnë, socializohen dhe formojnë personalitetin e tyre. Aty krijohen miqësi që zgjasin një jetë, por gjithashtu aty përjeton edhe zhgënjime, konflikte dhe vështirësi që nuk trajtohen në kohë dhe mund të lënë gjurmë të thella emocionale. Në vitet e fundit, gjithnjë më shpesh opinioni publik është përballur me lajme shqetësuese që vijnë nga ambientet shkollore. Raste bullizmi, dhunë verbale e fizike, konflikte të përshkallëzuar mes nxënësve dhe situata që kanë të rënditur jo vetëm komunitetin shkollor, por gjithë shoqërinë. Ngjarje që na bën të ndalemi dhe të reflektojmë seriozisht mbi realitetin me të cilin po rriten fëmijët tanë. Kemi zgjedhur të flasim hapur për këto problematika, jo për të krijuar frikë, por për të sjellë ndërgjegjësim. Me psikologun Ermira Shërifi do të diskutojmë se cilat janë shkaqet kryesore të bullizmit dhe dhunës në shkolla, si ndikon ky realitet në zhvillimin emocional të fëmijëve dhe adoleshentëve, cilat janë shenjat që prindërit dhe mësuesit nuk duhet i neglizhojnë dhe çfarë mund të bëhet konkretisht për të parandaluar situata të tilla, sepse vetëm përmes dialogut, bashkëpunimit dhe veprimit në kohë mund ta rikthejmë shkollën në atë që duhet të jetë, një vend i sigurt ku çdo fëmijë ndihet i respektuar, i dëgjuar dhe i mbrojtur. Përshëndetje, kam kënaqësinë të flasim sot me psikologën Ermira Shërifi, një profesionistë me përvojë të madhe në fushën e psikologjisë në lidhje me krimet që po ndodhin në shkolla. Ermira, të përshëndes. Përshëndetje, falenderoj për ftesën. Falenderoj. Ju si profesioniste, mund të na bëni një panoramë më të qartë në lidhje me krimin nga adoleshentët në shkolla? Aktualisht ne shikojmë një nivel shumë të lartë të rritjes së dhunës tek adoleshentët, kryesisht tek adoleshentët, dhe mendoj që problematika më e madhe është pjesa që adoleshentët në ditët e sotme kanë një mungesë emocionale. Dhe kjo vjen si pasojë e faktit që adoleshentët edhe kur janë në grup, kryesisht janë vetëm. Ne shikojmë shumë fëmijë të cilët edhe kur janë me njëri tjetrin, fokusohen në teknologji, në lojra, dhe kjo sjell një ndjenjë vetmie. Dhe kjo ndjenjë vetmie më pas, nëse frustrohet dhe qëndron e shtypur gjatë, mund të kthehet dhe në dhunë. Shikojmë një mungesë emocionale nga ana e prindërve, normalisht kjo vjen nga një ngarkesa e detyrave të shumta që ato kanë, dhe sjell pastaj në mungesë dialogu. Dhe patjetër që shikojmë një rritje të madhe të dhunës në shoqërinë shqiptare kryesisht, por jo vetëm, por duke qenë se jetojmë në aktualitetin tonë, patjetër që e kemi vënë re këtë rritje tek adoleshentët. Bullizmi në shkolla nuk është një fenomen i fshehur apo i rrallë. Ai është prezent dhe shpesh i normalizuar, duke konsideruar gabimisht si pjesë e rritjes apo lojë fëmijësh. Në të vërtetë bullizmi shfaqet në shumë forma, që nga tallet e vazhdueshme, fjalët fyese dhe përjashtimi nga grupi, deri te dhuna fizike dhe bullizmi online, i cili nuk njeh orar dhe nuk ndalet as kur fëmia largohet nga shkolla. Rrjetet sociale dhe platformat digjitale kanë krijuar një terren të ri, ku dhuna psikologjike mund të vazhdojë 24 orë në ditë pa pushim dhe pa kufi. Këto përvoja ndikojnë drejt për drejt në shëndetin mendor të fëmijëve dhe adoleshentëve. Frika për të shkuar në shkollë, ulja e vetëvlerësimit, izolimi social, vështirësitë në përqendrim dhe në mësim janë vetëm disa nga pasojat që shpesh mbeten të padukshme për një kohë të gjatë. Shumë fëmijë zgjedhin të heshtin, sepse ndihen të turpëruar, të frikësuar ose sepse mendojnë se askush nuk do t'i kuptojë apo nuk do t'i marrë seriozisht. Sa ndikon rrjetet sociale tek dhuna dhe krimi në shkolla? Ndikojnë në një masë shumë të madhe, sepse fëmijët i shohim sot që janë në përdorim të mjeteve teknologjike pa asnjë kontroll prindëror ose pa asnjë monitorim nga një figurë që është e përgjegjshme. Shikojmë pjesa e rrjeteve sociale, siç mund të jenë TikToku, Facebooku, Instagrami, Snapchati dhe shumë rrjete të tjera të cilat ato çdo ditë më shumë gjenë material që mund t'i përdorin si për komunikim, por bëhen dhe mjete pastaj për bullizim ose mjete për shpërndarje të materialeve të cilat nuk janë të lejuara ose të autorizuara. Ço në krahasim. Shpeshherë adoleshentët krahasojnë me njëri tjetrin nëpërmjet rrjeteve sociale. Shikojmë një rritje të bullizimit kibernetik, i cili është shumë i dëmshëm për vetë faktin sepse një fëmijë i cili bullizohet në mënyrë kibernetike nuk ka një hapësirë të sigurt, siç mund të jetë një bullizim fizik ose verbal që ndodh në një mjedis të caktuar. Adoleshenti e kufizon
ose e zgjedh të shkoj ose të mos shkoj në atë ambient, ose problemi rekuperohet duke lokalizuar, duke bërë ndërgjegjësim, duke bërë edukim. Bullizimi kibernetik është 24/24, sepse është gjatë gjithë kohës me një pajisje në dorë, arrin të shikoj dhe të kontrolloj se çfarë thuhet çfarë është thënë për të, dhe ky stres patjetër që ndikon. Mos themi pastaj për pjesën e modeleve dhe sjelljeve jo të mira, të cilat janë normalizuar. Fatkeqësisht dhuna është bërë një model fitoreje sesa një model sjellje negative. Dhe kjo ndikon shumë tek adoleshentët. Duke qenë se ato duan të jenë perfekt për grupin që bëjnë pjesë, patjetër që nxiten dhe synohen t'i bëjnë këto sjellje të dëmshme, këto sjellje të dhunshme. Sepse nëse ai merr pjesë në një grup i cili është me fëmijë, djemë të cilët nxisin që po si le ta thot atë, po ti duhet të dalësh mbi atë, sillu më i fortë, bëu me motrim, patjetër që kjo është një promovim i dhunës. Nuk lejohet dialogu të flitet, por nxitet, promovohet dhuna. Patjetër që e shikojmë shumë në rrjetet sociale. Çfarë mund të bëjë ne si shoqëri dhe si një institucion edukativ për të parandaluar këto krime të rënda? Unë do sugjeroja pjesën e një ndërhyrje në 3 dimensione. Fillimisht në parandalim, më pas në mbështetje dhe më pas në edukim dhe ndërgjegjësim. Që do thotë, janë 3 komponentë që duhet të bashkëveprojnë me njëri tjetrin, siç është komponenti i familjes, shkolla dhe komuniteti. Të gjithë ne jemi individ që jemi pjesë në këto 3 ambiente. Familja është roli kryesor për parandalimin e sjelljeve negative dhe të dhunës, që më pas përshkallëzon në dhunë. Që do thotë, modele të mira në familje, modele sjellje të mira edhe tek adoleshentët dhe tek fëmijët. Një prindërim ku lejohet dialogu, një prindërim ku lejon të qenurit ndryshe, të thënurit një mendimi ndryshe, të shpjegimit në vend të ndëshkimit, patjetër që sjell modele të mira. Shkolla do të jetë gjithmonë një portë për ndihmë, jo një vend ndëshkimi. Një ambient pozitiv në klasë mund të çojë në reduktimin e bullizimit, mund të çojë gjithashtu në rritjen e mënyrës se si një individ e shikon veten, në mënyrën se si e përcakton veten. Dhe komuniteti patjetër duhet sa më shumë aktivitete sociale, monitorim, në mënyrë që fëmijët të largohen nga grupe të cilat ndikojnë në mënyrë negative dhe të fokusohen drejt aktiviteteve sociale që rrisin ndërgjegjësimin, rrisin dëshirën për të përmirësuar. Pse është e rëndësishme të punojmë me adoleshentët? Është shumë e rëndësishme të punojmë me adoleshentët dhe do doja ta theksoja shumë për 3 faktorë shumë të rëndësishëm. Siç është zhvillimi i kësaj moshe është një zhvillim kritik. Pjesa mendore, pjesa arsyetimit tek adoleshentët nuk është akoma mirë zhvilluar. Që do thotë që adoleshentët janë në një moshë që ndikohen nga emocionet dhe nga impulsiviteti. Patjetër që në emocion dhe impulsivitet, agresiviteti është një element që është i pranishëm. Një element tjetër është faktori i rrezikut në këtë moshë për sjellje negative është shumë i madh. Presioni i bashkëmoshatarëve, presioni i familjes, i shokëve, ai që tham pak më përpara për të qenë perfekt, për të qenë i pranueshëm në shoqëri është shumë i madh. Dhe prandaj duhet punuar që këto modele sjellje të jenë pozitive dhe të jenë të ndikuara nga të rritur të cilët kanë një përgjegjësi dhe një arsyetim të mirë mendor. Dhe faktori i tretë është që nëse ne parandalojmë dhe nëse ne ndërhyjmë në adoleshencë, efektet janë afatgjatë. Që do të thotë, nëse ne punojmë me një adoleshent sot, jemi duke përmirësuar shoqërinë tonë nesër. Sepse një adoleshent i punuar sot do të thotë një i rritur i shëndetshëm nesër, dhe kjo patjetër përkthehet në një shoqëri më të mirë, në një shoqëri më të ndërgjegjësuar përkundrejt krimit dhe dhunës që do shohim sot.
Mirë, të lutem duhet të ndalem pak më shumë tek familja. Roli i shkollës është i pazëvendësueshëm, por ajo nuk mund të përballojë vetëm gjithë këtë barë. Familja, mësuesit, institucionet dhe shoqëria në tërësi ka një përgjegjësi të përbashkët për të krijuar një mjedis të sigurt, mbështetës dhe gjithëpërfshirës. Edukimi emocional, komunikimi i hapur me fëmijët dhe ndërhyrja e hershme janë elemente të kyç për të parandaluar përshkallëzimin e këtyre fenomeneve. Në këtë pikë, zëri i profesionistëve të shëndetit mendor është më i rëndësishëm se kurrë. Psikologët ndihmojnë jo vetëm në trajtimin e pasojave, por edhe në kuptimin e shkaqeve. Ata na kujtojnë se bullizmi dhe dhuna janë sinjale alarmi, që tregojnë se diku po mungon mbështetja emocionale, ndjenja e sigurisë ose aftësia për të menaxhuar konfliktet në mënyrë të shëndetshme. Sa ndikon familja në ndërtimin e karakterit konfliktual të një fëmije? Ndikon shumë, sepse janë disa elementë vogël. Shpeshherë faktorët që çon një individ në bërjen e një krimi, në kryen e një krimi, mblidhen pak a shumë bashkë, siç mund të jenë problemet familjare, mosmbështetja sociale, kjo trysnia që ushtrojnë bashkëmoshatarët dhe pastaj problemet e vetërregullimit emocional. Tek problemet emocionale ku flasim, shpeshherë prindrit thonë po ne jemi mirë, jemi në rregull, pse duhet, nuk kam asnjë lloj problemi. Por në fakt, nëse shikojmë, unë do doja të ndalesha vetëm në një moment që ndodh në të gjithë familjes shqiptare. Momenti kur ne qëndrojmë të gjithë bashkë në ambientin e ndenjes dhe është televizioni ndezur. Edhe kur shikojmë kronikat e lajmeve, patjetër që jo më kot lajmet janë bërë për një moshë të caktuar. Ne lajmet në përgjithësi shikojmë bashkë me fëmijët dhe çdo kronik, lajmet e kronikës së zezë, lajmet e dhunës, të vjedhjes, të grabitjeve, të kronikave më të ndryshme, paraqiten dhe diskutohen në sy të fëmijëve. Patjetër që një fëmijë nuk është aktiv në këtë debat, në këtë bisedë që prindrit bëjnë midis njëri tjetrit, por është një dëgjues i mirë. Dhe ajo që merret nga fëmia është mësimi i modeleve, që do thotë që fëmia dëgjon që dikush vrau dhe kur nuk shpjegohet, kur nuk arsyetohet nga prindri që kjo sjellje është një sjellje e gabuar, mund të çojë në këtë dëm. Duke shpjeguar pasojat, patjetër që një fëmijë thjesht modelon atë që ka dëgjuar pa e vendosur në arsyetim. Si mund të krijojmë një mjedis shkollor që promovon siguri? Mjedisi shkollor në ditët e sotme nuk mund të bëhet pa bashkëpunimin e familjes dhe shkollës. Patjetër që duhet jemi shumë të kujdesshëm, adoleshentët e sotme kanë akses në teknologji gjatë gjithë kohës, janë shumë të zgjuar, kanë shpërthimet e tyre të moshës dhe ajo që ne duhet të jemi është të jemi pranë, të dëgjojmë, të mbështesim, të mos merremi vetëm me sjellje ndëshkuese për të thënë që kjo sjellje është gabim, por të merremi me projekte riedukuese, rehabilitimi, që do të thotë të mos merremi vetëm me sjelljen, me rritimin, me nervozizmin, me shpërthimin e një adoleshenti, por të shikojmë dhe nga ka ardhur. Pra, a ka një shkak pse një fëmijë sot në shkollë bërtiti, shpeshherë bullizuesit janë të pasigurt për shkak të sjelljeve, për shkak të ambientit familjar ku ato ndodhen. Dhe këtë pasiguri e vetmja mënyrë që kanë për të ndjerë të vlefshëm dhe për të mbijetuar e shprehin me anë të bullizimit. Pra, ambientin më të sigurt në shkollë e bëjmë duke bërë plane rehabilitimi dhe jo vetëm ndëshkim të sjelljeve jo pozitive. Po prindërit, sa të informuar janë për sjelljen e fëmijëve të tyre nëpër shkolla? Thirrja që unë do të bëja është që të jemi gjithmonë sa më shumë të pranishëm. Pa haruar patjetër përgjegjësitë dhe detyrat tona, të mos harrojmë pjesën emocionale. Pjesa emocionale është po aq e rëndësishme sa ajo fizike. Do të doja që ta ndiqni të gjithë një spot, një reklam që është bërë, nëse problemet emocionale ose mendore do të kishin shenja fizike dhe do t'i neglizhonim, do të bëheshin një hata e madhe. Kështu që problemet emocionale janë po aq të rëndësishme sa ato fizike. Do doja që të gjithë prindrit
t'i kushtonin vëmendjen e duhur dhe patjetër edukatorët të përshtaten me brezin që jemi duke u përballur. Ermira, të falenderoj për intervistën e dhënë. Ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua, shumë faleminderit. Nga ana tjetër, edhe fëmijët që shfaqin sjellje agresive janë pjesë e këtij realiteti kompleks. Pas veprimeve të dhunshme, shpesh fshihen probleme emocionale, mungesë vëmendje, vështirësi familjare, modele të gabuara komunikimi apo nevoja për t'u ndjerë të fuqishëm dhe të pranuar. Kjo na tregon se bullizmi nuk është thjesht një çështje disipline, por një problem i thellë psikologjik dhe social. Ngjarjet e fundit në shkolla kanë ngritur alarmin dhe kanë kapur diskutime të forta publike, por për të reagimeve emocionale dhe debatit të momentit, lind nevoja për të bërë pyetje më të thella. Apo arrim të kuptojmë se çfarë po i shtyn fëmijët drejt dhunës, apo identifikojmë shenjat paralajmëruese në kohë dhe apo bëjmë mjaftueshëm për parandalimin, apo veprojmë vetëm pasi ndodh e keqja. Psikologët theksojnë se hapi i parë dhe më i rëndësishëm për të përballuar bullizmin është mosheshti. Shumë adoleshentë zgjidhin të heshtin nga frika, turpi ose mendimi se situata do të kalojë vetë, por heshtja shpesh e përkeqëson problemin. Çdo adoleshent që përballet me bullizëm duhet të flasë me një të rritur të besuar, si prindi, mësuesi, psikologu i shkollës ose kujdestari. Është shumë e rëndësishme që viktimat të kuptojnë se bullizmi nuk është faji i tij dhe se askush nuk meriton të trajtohet me dhunë, fyrje apo përjashtim. Reagimi me dhunë nuk është zgjidhje, pasi zakonisht sjell pasoja edhe më të rënda dhe e përkeqëson konfliktin. Përkundrazi, ruajtja e qetësisë, kërkimi i mbështetjes nga shokët dhe raportimi i situatës janë mënyra shumë efektive për të ndaluar bullizmin. Mbështetja emocionale i ndihmon adoleshentët të ndihen më të fortë dhe më të sigurt, duke mos e ndjerë veten përballë vështirësive. Po aq i rëndësishëm është edhe roli i shokëve dhe i shkollës. Nxënësit që janë dëshmitar të bullizmit nuk duhet të qëndrojnë indiferent, sepse indiferenca i jep hapësirë sjelljeve të dëmshme të vazhdojnë. Mbështetja e viktimes, qëndrimi pranë saj dhe raportimi i sjelljeve të rrezikshme tek mësuesit ose drejtuesit e shkollës mund të parandalojë pasoja serioze emocionale dhe sociale. Shkollat duhet të krijojë rregulla të qarta kundër bullizmit dhe të promovojë një klimë sigurie dhe respekti për të gjithë nxënësit. Psikologët nxisin empatinë, dialogun dhe zgjidhjen paqësore të konflikteve si mënyra kryesore për të ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme. Kur nxënësit mësojnë të kuptojnë ndjenjat e njëri tjetrit dhe të komunikojnë hapur, konfliktet mund të zgjidhen pa dhunë dhe pa pasoja negative. Në fund, një shkollë e sigurt ndërtohet vetëm kur të gjithë bashkëpunojmë, nxënës, mësues dhe prindër. Vetëm duke dëgjuar, respektuar dhe ndihmuar njëri tjetrin, mund ta kthejmë shkollën në një vend ku çdo adoleshent ndihet i mbrojtur, i pranuar dhe i vlerësuar. Një mjedis i tillë jo vetëm që parandalon bullizmin, por edhe ndihmon edhe në zhvillimin emocional dhe shoqëror të rinjve.